Krerët më të lartë të shtetit shqiptar kanë përcjell mesazhe ngushëllimi pas incidentit tragjik në Koçan të Maqedonisë së Veriut, ku humbën jetën të paktën 50 persona, si pasojë e shpërthimit të zjarrit në një klub natë. Presidenti i Republikës Bajram Begaj në reagimin e tij shpreh se ndihet i tronditur nga tragjedia e ndodhur, nga humbja e jetëve të reja dhe lëndimi i shumë të tjerëve nga zjarri i rënd në një diskotek në qytetin Koçan të Maqedonisë së Veriut. Ngushëllimet e mia të sinqerta shkojnë për familjarët dhe humbjen e të afërmit të tyre dhe për të gjithë popullin qinj të Maqedonisë së Veriut. Kryeministri Edi Rama në mesazhin e tij shkruan se me një ndjenjë hidhërimi të veçantë u përcjell vëllezërve dhe motrave të Maqedonisë së Veriut ngushëllimet për tragjedinë e madhe të Koçanit. I përcjell kryeministrit Mickovski dhe autoriteteve të vendit fqinj ngushëllimet në emër të Shqipërisë dhe shqiptarëve, duke shprehur gatishmërinë për çfarë do qoftë ndihma jon mund të jetë e nevojshme, shkruan Rama në platformën X. Kryetaria e Parlamentit Elisa Spiropali ka përcjell ngushëllimet e saj, duke u shprehur: "Pikëllues lajmi mbi tragjedinë e tmerrshme në Koçan të Maqedonisë së Veriut, ku humbën jetën disa dhjetra vajza e djem." Edhe presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta nga paraburgimi ka shprehur mesazhin e ngushëllimit për ngjarjen tragjike. "Në këtë ditë rënd unë dhe Partia e Lirisë u shprehim ngushëllimet më të ndjera familjarëve të viktimave për humbjet e mëdha dhe të pazëvendësueshme dhe lutemi për shërim sa më të shpejtë të mbijetuarve", shkruan Meta.